Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, selam aleikum, mirë se takohemi edhe sonte këtë të premtë në Z Podcast. Emision cilin mund të ndjeqni në rrjetet tona sociale, Bashkia Islame e Kosovës në YouTube dhe Z Podcast në Facebook. Dashur miq, për këtë javë sjellim një temë goxha interesante, Andaluzia, një periudhë e rëndësishme e historisë së botës. Për ne në këtë studio kemi të ftuar Galdim Ajeti, njohës i kësaj periudhe saktësisht e historisë në përgjithësi, i cili do të na flas më shumë për Andaluzin, si lindi, si u rënua, çfarë u zhvillua aty, çfarë të mësojmë nga ajo e shumë të tjera. Me ne në studio Galdim Ajeti. I nderuar mirësevët. Faleminderit, mirë u gjeta. Për parashëtim tek pjesa e vet historisë, pse dim pak, nuk ka shumë njohuri mbi to, dhe tek njerëzit po edhe pak promovohet themi kështu kjo periudhë. Po shikoj me ramjen e perandërisë osmane, me ramjen e halifatit Osmanli, edhe me lindjen e shteteve kombe, edhe me trashëgurimit modernizëm, edhe interpretimi i fesë dhe historisë u copëzu, edhe u shpjegu çush kanë dashur këto shtetet e reja që ndal, edhe kanë shpjeguar hermeneutikën të re, jo që shukon dhe qëtash. Edhe interesat politike që ka komenu disa shteteve të caktuara, që mos me u tregu një koncept tjetër të fesë që kanë në Evropë, edhe pak a shumë që kjo kanë arsyeja pse nuk u bisedu, pak edhe ignoranca e vetë institucioneve akademike që nuk janë marrë me këtë fushë, pak është edhe mos zhvillimi ekonomik i vendeve muslimane, se pa pas edhe mjete financiare dhe me pas atë zellin për me studiu këtë fushë, nuk mundesh me adhon hakun. Çto janë arsyet pse nuk është studiu Andaluzia, po kohëve të fundit ka shumë interesim. Edhe jo vetëm për periudhën e Andaluzisë, po edhe periudhën e Islamit në Sicili, edhe këtë periudhën e asoj që quhet Islamic Golden Age, periudha arte e Islamit. Jo vetëm aspekti historik, po dhe aspekti social, aspekti shpirtëror i asaj kohës. Për shembull, ka shumë të interesuar që bisedojnë për një figurë markante shumë të njohur të Andaluzisë të asaj kohë, që është Muhyiddin Ibn Arabiu. Ka studime të jashtëzakonshme për mendimet e tij, për thëniet e tij, për fushën e studimit që ka pas. Po edhe të Ibn Hazmit për shembull, që ka qenë një figurë poshtë markante asaj kohës, po edhe të njohësve të njohur të feve tjera, për shembull që është quajtur Mojsiu i dytë në hebraizëm, Moshe bin Maimonidis. Edhe kjo figurë, të fillojmë të tregojmë pak në detaj të tij, ai ishte përveç se ishte një themelues i sektit Kabala, që është formë si lloj sufizëm në fenë hebreje. Ai ishte njëkohësisht edhe mjeku personal i Salahuddin Eyyubit, që është shkupe Andaluzisë në Egjipt, dhe po ashtu në atë kohë e kishte mik të mirë Shihabuddin Suhraverdin, që ka qenë një themelues i tarikatit Suhraverdis, më duket, edhe ka qenë mësuesi personal i djalit Salahuddin Eyyubit. Edhe kur për shkak një konflikti edhe një farë keq kuptime që ndodhin në pallatin e Salahuddin Eyyubit, mirët vendim për vrasjen e Suhraverdit, i vetmi që i den krah për mos me vra, këtë një filozof shumë i njohur, një jashtëzakonshëm, është Moshe bin Maimonidis, i quajtur në botën islame si Musa bin Maimun. Do më thonë, në Andaluzi ka qenë edhe një ministër i punëve të jashtme, hebrej, në kohën e halifatit Abdulrahmanit III, që më përmend ky fakt për këtë kohë është diçka jashtëzakonshme. Për shembull, Hazdaj bin Shaprut, u kon i pari hebrej ministri i punëve të jashtme në halifatin e Kordobës. Edhe ai ka qenë interesant i delegum personal i halifës për me bisedu me qifutët e Hazaras që ishin afër detit Kaspik, një fesë turk që kishte pranuar fenë hebreje dhe i ftonte që të vinin në Spanjë, ju tregonte për të mirat që në Spanjë, tolerancën që ka ndodhur. Në Spanjë ishte edhe të bisedum, nuk lashtë me ishte edhe e bia halifit Al-Walada bin Mustafif,
Ajo për shembull në atë kohën e halifatit është pak nashta nuk po du me qel jo që në përkrahi këtë burë, po vetëm me tregoj realitetin. Ishte një vajzë e halifës e cila hecte rrugës pa mbulesë për shembull. Nuk po du me tregu unë jam për ambulesës, po vetëm po du me tregu si fakt. Edhe në atë kohë për me tregu qasjen liberale që ishte në Andaluzi, ajo ishte shumë e njoftën për poezitë e sajna, edhe për romancat që kishte me burrën e saj, janë shumë me poezi e gazele. Po du me kallëzu një qasje që shkon atje. Ama ka pasur njerëz shumë devotshëm në Andaluzi. Ka qenë një përpara se dalim tek njerëzit nëse ekziston një premisë nëse nuk mësojmë nga historia, bëhemi vetë histori për mësimit. Përmendet autor të ndryshëm, njerëz të mëdhenj, përpiqemi që të nxjerrim mësime nga çdo hap që po e përmendi të kësaj historie. Pse nuk kemi sot me që çdo kohë ka heronjtë vet, pse sot nuk kemi një Ibn Arabi? Po ndoshta ka marrë shumë shpejt koha kur do të dalë. Një percentit për shkak se për me dalë drita do të më përjetuar rësira shumë. Edhe në atë kohë, para se të vente një Ibn Arabi, është një rësirë shumë e madhe. Është koha Dark Age që quhet në Evropë. Çfarë përmbante kjo Dark Age? Flasim për periudhën e Andaluzisë para Islamit, apo? Po. Në periudhën kur muslimant ishin në Andaluzi, në kom para saj, po dhe gjatë kohës, në pjesë tjera të Evropës, për shembull, u preshën të gjitha institucionet arsimore. Për shkak se këto janë dyndjet e mëdha të fisëve barbare. Paraardhës të Islamit ishte prish, domethënë në vitin si duket 400 e diçka, perandoria lindore romake. Edhe kjo pjesë e Evropës që quhet sot Evropa perëndimore, ishte pjesë sunëve të vazhdueshme dyndjeve të popujve barbar, siç ishin gjermanët, fisët gjermane, vizigotët, vandalët, edhe fisët tjera. Të gjitha domethënë avarët kishin sulmu, kishte sulmuar Attila breti hunëve, deri Romën. Këto po ashtu edhe klima kishte ndryshuar, ishte periudhë më ftoftë. Edhe ignoranca ishte përhapur shumë, edhe i vetmi që dinte të lexonte shkrim dhe lexim Biblën në gjuhën latine ishte prifti i fshatit. Dhe normal që ky nivel i ignorancës, ky nivel i mos zhvillimit, i mos bollëkut, e ka shkaktuar që mu quaj Dark Age. Për shembull, nëse është ajo periudha vrasjeve të femnave që kanë thonë vetëm ti je shtrik, për shembull, vrasja e shtrigave, që është lufta kundër shtrigave, apo kupton gjë tjera shtrigave, që kanë nëse një mashkull e ka kërku për gruan, një femër edhe ka refuzuar, ky mënyrë ka akuzuar si shtrigë dhe janë ato vrasje djegjet në dru, që do ndodhen në Andaluzi më pastaj me Reconquistan, që është. Por, do të me thonë edhe këtë fakt, asnjë fe nuk promovon dhunë, edhe nuk mujna mi atribut direkt fesë krishtere këtu që ka ndodhur. Ata të cilët i bënin këto Reconquistën, ishin personat që kërkonin të mirat materiale kësaj bote. Njerëz që janë ekstrem, domethënë janë e përdorin fenë ose e përdorin një qëllim politik caktuar për të pasur të mira ose pushtet në këtë botë. Për shkak se njeriu i cili e beson të amshushmën, Zotin, të bukurën, të mirën, të drejtën, ai don gjithë krijesat, pa marrë parasysh kush janë ata. Siç është një fjalë një efendiu që thotë se ne nuk i kemi prik kërkujt përveç Zotit, edhe na me të ligu nuk bëjmë mitësi, po edhe me kërkën s'kemi armiqësi. Edhe krejt njerëz, krejt krijesat, qoftë kafshët, qoftë njeriu, të gjithë i dojnë për hir të Zotit. Domethënë, kur që kjo disbalanca e ideve të cilat i ka promovuar Ibn Arabiu, për shembull, për marrë si shembull, të dashnisë hyjnore, të tolerancës, të mirësjelljes, për më kon vetja, me pranu tjetrën çashtu çush është,
kur këto e më prish, edhe u dal për shembull Al-Mansuri, me marrë si shembull. Al-Mansuri ishte një haxhib, i kishte vdek halifi edhe kishte lënë djalin e vogël. Edhe haxhibt janë kon persona që janë kujdes për zhvillimin, edukimin e shehzadeve, domethënë aty në princave që kanë marrë në krye detyrës. Edhe ky ishte martuar me nënën e këtij djaloshi që ishte regjente, edhe kishte marrë me dhunë fronin. Edhe ky sulmon në atë kohë ishte zbuluar varri i Santiago de Compostela. Santiago Compostela në besimin krishter është varri Shën Jamesit. Thuhet se është vllau i Jezu Krishtit. Edhe kur është zbuluar varri, ky ka shkuar dhe ka sulmu ato. Edhe bën një poshtnim shumë i madh se për me lyp tash të legitimitet të asaj pushteti që kishte marrë me zër, e ka përdor popullizmin. Edhe e ka sulmu Santiago Compostelën dhe i ka poshtnu në mënyrë shumë flagrante ndjenjat e besimtarëve krishterë. Do të thonë në për libra mundesh me lexu që shëndi po keq, sikur na sulmoi për shembull Mekka dhe Medina neve. Edhe çka është interesante që ajo ka bërë shkaktar, janë unifiku krishterët, edhe ka filluar rekonkuista në malet Pelayo prej shpellës Cavadonga, se kur ishte sulmuar muslimanët, kishin marrë tokat gjerë në jugun e Francës, vetëm pjesa malore e Asturias, malet Pelayo, konkretisht shpella Cavadonga, aty kishin me të malsort. Nga atje fillon rekonkuista. Do me thonë, në momentin që ne e poshtojmë tjetrin, edhe dashnin hyjnore që kemi për njerëz, edhe paqen, edhe tolerancën, nuk e praktikojmë ndaj tjetrit, herë do kur ata do t'i bëjmë faktor që kanë me na sulmu neve. Kur në çfarë periudhe u bë kjo revolt? Kjo revolt ka fillu dikun rreth vitit rreth vitit 1060. Pak para me 1031 kolapson kolapson domethënë halifati i Kordobës. Po cili ishte ai sekreti që unifikoi para rënies deri në këto vite? Si ishte bashkëtesa fetare? Bashkëtesa së pari do të me bisedu se si filloi. Pak përmendni disa çështje se u fotëm direkt. Fillimisht muslimant kur je ngopën për veti, ke dëshirë me atë mirësinë dhe atë pasuninë, atë dritën që pon muslimant me ardhen e islamit, atë paqen shpirtërore, fillun se ishin të plota, është fillun të shpërndan në tek të tjerët. Se kur je i plot nuk don edhe të tjerët mi pa në çat mirësinë që je ti. Edhe filluan ato ekspansionet, nuk ishin nivele militare ekspansionet muslimane. Do më thonë nuk ishin as lirime as pushtime, por ishin triumfime. Sepse termi elfet, kur të përkthen, i bjen më shumë triumf. Ishte një farë shpërndamje e mesazhit islamit tek të gjithë popujt e tjerë. Për shkak se ne jemi të jetu shumë mirë, në atë lumturinë tonë shpirtërore, po kem qef edhe juve mirë po. Edhe në kohën, kjo ndodh në kohën El-Velid ibn Abdil Malik ibn Marwan. Është periudha me vite. Në Tunis, sepse muslimanët kishin marrë Afrikën Veriore, ishte një vend i quajtur Kairevan. Është aty Kairevan te Tunisi, është ende një universitet Fatima al-Fihri. Është Kairevan, femna parë muslimane që ka hap një universitet. Edhe në Kairevan ka qenë Musa ibn Nusair, guvernator. Edhe fillon ai shikon mundësitë për deportim. Aty ka qenë një ushtarak i cili ka deportuar gjerit brizet e Atlantikut. Edhe ka thonë nëse atëherë nuk ishte zbuluar Amerika ende, e thot po ta dija se ka tokë anej oqeanit, do të shkoja me kali edhe do e shpërndaja mesazhin e islamit
tek të gjithë pjesët e botës. Çfarë ndodh në Andaluzi, në Spanjë, se Andaluzia i bën Vandalus, vendi vandalve, me rënjen e perandërisë romake lindore. Para ty ne kishin këtu keltët Spanjë, më pastaj grekët, edhe kur vinin vandalët janë konë fis gjerman, të cilët i kishin pushtu pjesën e Spanjës, Portugalisë edhe Algjerinë çdo territore. Edhe aty ka qenë një mbret me emrin Roderick. Edhe ai ka dërgu vajzën e vet me studiu me një territor të caktuar te një mbretëni ku mbret ka qenë far mbret gjakatar Julian. Edhe ai mundot me dhunu këtë vajzën. Jo, në fakt Juliani dërgon vajzën te Roderiku. Edhe Roderiku tenton me dhunu vajzën, edhe ky për mu hakmar e dërgon me misar tek Musa bin Usairi, edhe i thot eja të pushtoje Spanjën. Musa bin Usairi dërgon mesazh halifës të asaj kohë, Velid ibn Abdul Malik, i thot dërgon një ekspeditë të shikojmë është i vërtet kjo. Edhe Juliani bën një sën me disa pjesëtarë dhe kur sukses. Atëherë Musa bin Usairi me lejen e halifës fillon sulmin në Andaluzi dhe për një kohë shumë të madhe e çliron. Edhe arrin deri kur ndodh betejë e Tours dhe Poitiers, deri 14 kilometra në afërsi të Parisit. Ku ndodh betejë Al-Waladu Shuhada. Al-Ma'rakat Waladu Shuhada, betejë sheshi dëshmorëve. Edhe aty do të thonë nuk përfundon ekspansioni i muslimanëve për në Evropën perëndimore. Muslimanët kishin arritur se kanë shku nga ana perëndimore një pjesë kohë gjatë mirë të Zvicrës e kanë pas, edhe janë kthy. Deri ku ishin kufit përgjithsisht? Kufit ishin deri 14 kilometra afër Parisit. Okej. Krejt këtë territor, Spanja, Portugalia, Sicilia, e një pjesë e mirë Palermos, për shembull Palermo i ka pas 300 xhami. Në kohën kur ishte ka pas 2 universitete në kohën, Universiteti Palermo e Universiteti Kordobës. Këto janë kohën në kompeticion njëna me tjetrën. Si më thonë se Harvardi me Yale-in, për shembull, kjo ideja kur të diplomojnë në fakultet, që dërgojnë atë kapuqen, atë kapelen, ne i thëmë kapel është në gjuhën standarde, u zhvilluan në universitetet e muslimanëve, sepse ideja ka qenë që tek ajo katrori mu fut një Kur'an, se Kur'ani është mbi çdo dije. Me sekularizimin e dijeve u largu ideja Kur'anit edhe ka met gjërat pa kuptim. Pse për shkak thëshonë ka met vetëm ajo katrorja. Apo për shembull në këto dirigentin filharmoni për shembull gjatë koncerteve ndryshme ajo e Shkopi, e ka pranë për Andaluzisë, sepse ishte i zhvilluar shumë aspekti muzikës në Andaluzi, kishte kompozitor të njoftën, kishte filozof të njoftën në Andaluzi. Ishte për shembull Ibn Rushdi. Ibn Rushdi ishte një menje gjeniale që ekzistonte në Andaluzi, Averroes i kanë thonë në gjuhën latine. Po ishte Muhyiddin ibn Arabiu. Për shembull, babai Muhyiddin ibn Arabiut u ka nxënësi Ibn Rushdit. Edhe këto janë kanë mendje Ibn Hazmi ka qenë atë kohë, Moshe bin Maimonidis. Po bisedojmë për një vend, edhe për një epokë ku kolosët e dijeve botnore kanë ekzistuar në atë kohë. Edhe me të vërtetë janë bo idetë fantastike edhe debatet jashtëzakonshme për çështjet e ekzistencializmit, çështje të shpirtënorës, çështje të fesë, shumë në Andaluzi. Ka pas edhe të devotshëm, po duhet me të kallzu ka një farë bashkëdyzimi, ku ka mbjetuar edhe liberalja dhe konservativja bashkë. Nuk përplaseshin. Nuk përplaseshin për shkak sepse ishte një debat i hapur. Aty kanë mbjetuar edhe dy popuj, ka pas berber dhe arab.
po dhe në kanë edhe fiset arabe dhe fiset berbere, ka pas një ndryshueshmëri të madhe. Tjetër, vandalët ishin nuk ishin katolik, po kishin një sekt të tyre, arian ishin. Ariant është një mendim që Jezu Krishtit e trajtojnë figurën e Jezu Krishtit si njeri, jo si Zot. Edhe me pushtimin këta u shpallën heretik. Patriarku Arianus në një nga ato konsilet kishtare u shpall heretik. E thashti kur janë rrallë kontakt musliman me ariant, normal që kanë pranuar njerëz se koncepti figura e Jezusit sipas arianëve është e ngjashme me musliman që e besojnë. Edhe këtë arsye, edhe për shkak të presionit të madh katolikë që kanë bërë ai arianëve, këta pranojnë islamin. Kjo është arsye. Ka pas edhe hebrej në Andaluzi, edhe në atë kohë hebrejt të ndiqeshin nga Evropa për kanë ai antisemitizmi për hapën, edhe për atë bashkëpunon me muslimanët, sepse gjendën strej hebrejt tek muslimanët. Për atë u bë dhe ministri i punëve të jashtme një hebrej. Për shembull, Moshe bin Maimoni ka qenë një figurë shumë e respektuar pe muslimanët atë kohë. Edhe ai ka marrë shumë pe Ibn Rushdit. Edhe është interesante se është ndikuar edhe pe Muhyiddin ibn Arabiut. Edhe i ka bërë shkrimet në arabisht. Për shembull, kur të herë sot kur të lexon për Mojsiun e dytë të hebrejve, i ka shkrimet në arabisht. Edhe është shumë interesante që ka ndodhur me kohën që ka ndodhur. Nuk po bisedoj për këto mrekullitë arkitektonike, Alhambra, Medina al-Zahra, Medina al-Zahira, Xhamia Kordobës. Po në gjithmonë e kom bo një pyetje kur kom bisedu, për shembull. E thosha për ne, pse na nuk mujtëm për shembull kur me bo një lagje stilit Alhambras, për shembull. Shpërndarje e kufive, zbulime të ndryshme, mendje geniale, cila ishte fuqia që i solli ata aty? Ata i ka pru mesazhi i islamit. Mesazhin e kemi edhe sot. Po, ama ata e kishin edhe dashnin për profetin Muhammed dhe dashnin për dijen. Edhe këtë ndoshta mund ta kemi edhe sot. Ama sa është i flaktë e dashni. Është kjo flakrimi që e ka që ajo dashnia jashtëzakonshme për me përhap dijen të tjetrit. Normal që dijen e përhap me veprat tua. Thotë me vlana do të me rregullu zemrën tonë, tani zemra jote reflekton te tjetër. Po. Nuk u bë kjo me fjalë. Ti u bë me vepra të mëdha. Sot ka vetëm fjalë. Kur i shku për shembull tregtarët, kur e kanë shpërndar Islamin në Indonezi, në Malajzi, që përhap në Filipine për shembull, tani është në territor në Tajland, Fatani, ka muslimane edhe në Birmani, për shembull Burma, që në të vrata në Arakan. Ato vetëm tregtarët e kanë shpërndar Islamin. Qështu u pranu kur e kanë pa për shembull që për 1 miligram produkte nuk e kanë huq në peshore, e kanë pa që këto ka drejtësi. Po shtirë është tregtarët me shpërndaj një fe. A din, domethënë çaq kanë pas kulturë të jashtëzakonshme, edeb, moral edhe tërbije të jashtëzakonshme që njerëzit e kanë pranuar Islamin për tyne. E çka i ka bo? Çka ideja e shpërndarjes së mesazhit, çka dashnia, që dashnia e jashtëzakonshme asoj dritës të udhëzimit që kanë përjetuar muslimanët, i ka bo me shkollën në Andaluzi dhe në Paris se mi përjetua ato zhvillime të jashtëzakonshme. Të cilat zgjatën sa? Po zgjatën rreth 800 vjet. 711, 1492. Tash është interesante. 711 që ka nis tu ju thon komandanti Tariq ibn Ziyad. Se Musa ibn Nusairi ishte guvernator, pa i komandanti ishte Tariq ibn Ziyad. Edhe që kjo gjiblertari që quhet, Gjebelu Tariq, mali Tarikut. Që kjo që quhet. Për shembull, edhe fillon është betejë Guadalet. Që kjo është betejë e parë që po. Edhe kjo thot dishni thot gjitha anijet ushtarëve, thot mrapa kena anijet detin, përpara kena vdekjen. O duhet me luftu ose kaq. Me marr guximi i jashtëzakonshëm është me bu. Edhe kjo është e vërtet, nuk është gojë dhënë.
Edhe është një ngjarje interesant ka fundi, është gojdhën, nuk e di është legjenda, po është e vërtet, po e kom pa në libra. E dërgon papati një emisar në Spanjë edhe thotë shiko si gjendja. Edhe më trego me zakonisht me plumb ka qenë kur I ka ndërguar mesazhin si gjendja që a me fillu sulmin ndaj atëfare konkvistën ai. Thotë okay. Edhe kur shkon aty gjeni një djalë të vogël. Thotë çfarë problemi ki? Po kanë, edhe thotë po çaj se nuk më ka marrë baba në luftë, është luftu me armisht në veri edhe po çaj se s'më dha mundësia. Takot me një djalë tjetër thotë pse po çon ti thotë po çaj se s'ku mujt më pranu me një shkallë të caktuar të dijes, e kupton. Edhe ky shkon në mesazh po papa thotë njëre s'është koha për sulm se që kanë përgatitur po din çka po thonë. Pas një kohe kur fillojnë domethënë Milan këtu dritën e fesë edhe dritën e mesazhit I Nur, çasoj dashnisis I Nur, që ne I thonë ashk, çati ashku që të lënë zgjut natën, edhe të bën kandil në errësirë të plot kur je, edhe fillojnë më marrë me dashuriçka dhe kësi romanca koti, që përmend Allah të grunë Alvalada, atëherë dërgon prapë prioritetet. Po çështja në prekupimi nuk ishte dynjaja tash. Okay. Edhe kishte fillu pak edhe bëllëku. Edhe çështot I bën Halduni, thotë janë 4 lloj gjeneratave. Gjenerata e parë gjithmonë janë burra të fortë, se burrat e fortë krijojnë kohra të mira. Kohrat e mira krijojnë burra të dobët. Burrat e dobët krijojnë kohë të këqija. Domethënë tash ishin burrat e dobët. Po s'po du me përmend patriarkalizmin këtë për përmendje edhe s'mundesh me thoni grus është burrnore, po ai po thojna burr, femna femën, më thon. Edhe kur e dërgon tash emisarin pas asaj kërthënë, edhe takon fëmijë thotë çka je tu bë thotë, më kalon femna, më kalon e dashuna. Edhe kjo thotë nisni plum thotë nëse ushtrin se tash koha dhe më thonë, kur të bim prioritetet, edhe kur ti nuk merresh me realitetin e gjanave, po I krijon senet sipas trunit tënë, edhe nuk je bë një farë, s'ki një farë njohje, më bë një farë arifi, që thojmë me kap nirfon me shku, me kuptu senet pak ma thellë se janë edhe me pa realitetin, me realitetin e Zotit, edhe mi dorë gjanat për jetina, jo për jetë egos tonë. Se kjo ego, kjo po na bën probleme të nkon. E veç po lyp, kur s'po na hap kur gjë. E që kjo punë ka pru te Ramja e Andaluzisë, edhe kur 1492-ën mbreti Abu Abdillah masi ja dërzon Izabelës dhe Ferdinandit qecat, shkon në çantën ana vet. E thot hupi pushteti, që thonë ana hupi dërzova. Hupi vatani, çka më bë? Thot tash ti thot çato që se ke mbrojt si burr, pe hup mos e kaj tash si femën. Si fëmijë. Apo pa dosh me këto çështje gjinore. Edhe që kjo është, kur ti hu prioritetet, edhe kur ti merret me gjëra të kota, që ka thënë Imam Gazaliu, mëkatet ato dëshirat, desires, I bojnë mbretërit sklever. Kurse ai që largohet prej tyre I shndron skleverit në mbretër. Tash ti dush me ditë çka po do më bë. Apo do më shku me gjërave të kota, më marr me senet pa kushfar kuptimi, apo do me kuptu të vërtetën, që me të ik veli që thojmë ne, mi kuptu realitetet sakta, apo do mi marr sekretet e botës, mi kuptu atëherë dush më ngritë edhe një badet, pe fazë në afile e tjera. Mos të kishte rënë Andaluzia, si është e kaldimi, si do ta shihte sot Evropën, Spanjen? Së pari Franca komplet kishte me qenë muslimane. Edhe Anglia, për shembull mbreti Ofa, ka qenë për pak u konë të e pranu islamin. Ka qenë një diskutim shumë I madh sepse ai kishte dërguar fëmijët me studiu në Andaluzi. Jenë gjetë
Evropa perëndimore komplet. Nëse kishën triumfu, edhe pse kjo është kader i Zotit, kishën triumfu në betejën Marakat Balad Shuhada, Evropa perëndimore komplet kishte qenë islame. Prandaj çka su studiu, e që do të mu studiu, është islami evropian. Si është islami në Andaluzi, në Sicili, edhe në trojet tona. Këtu ta shpelidhe atë që them. Bosna edhe Kosovë edhe shqiptarët, bosnjakët edhe shqiptarët janë vetmit popull të bardh, të cilët e kanë pranuar islamin pa dhunë, e kanë pranuar pej qësoj kërkesës, qësoj dritës që po thojnë ana. Edhe në vetmit se në Spanjë kishte që kanë pranuar islamin spanjoll, por shumica ishin arab. Na jemi bosnjakët dhe shqiptarët janë të vetmit racë bardh, të cilët janë të shkputën territorialisht pe umetit musliman. Por më lidh, po foli umetin në aspekt territorial, gjeografik, jo si koncept. Por më lidh me Turqinë, na do të më shku ka Serbia, Maqedonia, Bullgari, lidhesh me Turqinë. Domethënë nëse bëhet një luftë, po them, hipotetike mes muslimanëve të tjerë, ti i bllokum je vetëm kaq. Atëre do të më gjetë ti formën që shpëdën me spjegu fin në mënyrë autentike, të mondelit të normal bazuar në Kur'an dhe Sunet, që ti mu kanë Zot i vetës tane, edhe me pas trunin, edhe mendjen, edhe zemrën të fesë, po në vendin tanë. Prandaj në shumë herë kom thonë pse s'm takon për shembull, pse mos të pasën një fakultet studime islame më të mirën në botën islame. A kupton? Pse mos të pasën medrezën më të mirën islame. Kem pas për shembull në Gjaku. Për shembull dy medrezën kanë, medreza e madhe dhe medreza e vogël. I ke pas efendilert më të njoftën në Gjakubës, Asim Lushën, e ke pas Fahri Efendin, e ke pas Tahir Efendi Gjakovën, cilët janë kanë për një men u kanë Hasan Nahu për shembull. Ja kemi pas edhe hoxhallar tjerë Sherif Ahmeti për shembull, që ka përkthy Kur'anin. Menje të jashtëzakonshme janë kanë. Kemi edhe patriot për shembull xhallar, ka qenë drejt prestreshi një anë pyetjene. Të cilët kanë kontribuar edhe në aspekt se nuk u komi që Andaluzia ka pasur edhe këto. Për shembull, e lexoja një ditë veprën që u bë Bashkia Islame, që ka bë për Idris Prestreshin. Pjesëtarja në dëshes, Lëvizja Nacionale Çlirimtare. To në atë vujtje e ka përjetu. Tani Fahri Efendin, që djali i tij si duket profa Ali Iljazi e përkthej Ihya Ulumudinin, Imam Gazaliut. Tani i ke për shembull Asim Lusha është vrarë për mi mbrojt të drejtat e banorëve të Drenicës, edhe pse ishte efendi, nga Gjakova i kishte mbrojt drejtat, është vrarë në një pabesueshme, ka dhënë një ushtar i komunizmit asaj kohe, një bombë në xhep. Është vrarë, domethënë këta ishin hoxhallar. Çta ishin ata? Medreza e Gjakovës ishte, ku kishte për shembull 11 vite ishte medresa e Gjakovës. Dhe tash elhamdulillah është rregullu medresa e vogël. Për shembull ke pas 11 vjet studim, atje është mësuar Imam Gazaliu, Mevlana, filozofia, psikologjia, sociologjia, edhe kur urdor një imam ka pas dije në të gjitha fushat. Për shembull për më boti imam në xhamin Fatih ose në Stamboll ose Hagia Sophia, është duhet me ditë persishtën, arabishtën, turqishtën. Do të thonë kohë e përgatitën. Cilat janë 3-4 mësimet që Galtimi sugjeron që ti marrim nga kjo periudhë e historisë që sot t'i vëmë praktik ndoshta që i shërben zhvillimit dhe tjetra çfarë mund të gjejmë sot, të ndalim dhe pjesa aktuale, çfarë mund të gjejmë sot në Spanjë nga periudha e Andaluzisë? Ka diçka mbetje? Po ka, janë për shembull është xhamia Kordobës është e shndruar në kisht të Kordobës. Ka mbetjet e Almedina Zahra, që ka pallati qyteti i luleve. Domethënë shikoj edhe fal mentaliteti kanë qenë banorë të Andaluzisë të magjepsur, pas bukurës, të drejtës edhe të mirës. Domethënë edhe prandaj e mboqtu mrekulli. Do të me dash të mirën, pa e dash të mirën, pa e përjetuar të mirën, bukurën. Se drejta edhe bukura shkojnë hap mas hapi. Pa e përjetuar të shtu.
me dash të mirën, të bukurën, tolerancën, të bardhën që thojna, nuk mundesh me kriju, prandaj janë edhe simbolika, për shembull, me trëndafila e ke atje, me fazan, me që to janë kon që gjeometria, që të bukurinë që kanë përjetu dritë të Zotit, që i ka ma gjeps. Bukuria e pejgamberit alayhis salam, bukuria e Zotit, emrat xhemalit Zotit, për shembull, ato të kanë mahnit edhe ti ke punu. Prandaj e para është me qenë të ma gjepsun, pas bukurës, të mirës, drejtës. Tu i dash që tu i pa për shembull, mos mi po njerëz të vicnanën e jashtme që kanë të po mi po mbrëndësit sajna. Nëse të shonë ty ku jetash, unë do të me të pa ty kur shmonesh mu bo. Edhe nëse një njeri është në dështim, ti mja zot dorën edhe me ngrit pej terët, me ngrit me një stad më të lartë. Mu bo bashk kandil që ndryqën në rësirë kur ti më kanë terri, po ti me shkep dritë. Po e thellë është tje. E vëpten, që kjo është e para. Po që ta është dalë edhe i Muhidin Ibn Arabiu. Që kjo ma gjepë se që është ba. Ta një mendoj se du të me pas për kushtim. Në me ba punë, jo fjallë. To ja njës për vetës, edhe në zbëj punë. Na jemi visë të bisedu. Nuk është që ku më bo diqka, to e kritiku vetën në spare. Se për shambull për me mi thonë dikuj diqka me ba, du të me reflektu për janës tot. Edhe tjetra është shkëllimin dijen me pas esenciale. Dija i thënë këtë barierat. Këtë barierat i thënë, kur t'ja njësë më kanë i dishmi ba të tolerant. Me djetarin sunë balafaqot kërkëshiq. Sa i do më thonë, është i ma gjepsën mas gjanave. Edhe kur na jemi të përkushtum në dije, edhe në artet bukra, cilët që të na smerët kërkosh për shembull muzika, arte, figurativ, edhe artet e tjera të bukura që janë. Po edhe në gjuhë të ndryshme, po edhe në filozofi, psikologji, shkencat sociale, po edhe në histori të tjera. Nëse na nuk merrem me çto anë sociale dhe të arteve të bukura, nëse na nuk i zhvillojna, edhe nëse i fendojmë njerëz diqysh e ke pa kur bisedojmë për një njerë me çka merresh me artë, ti i nënshmon se njerëz. Po. Amo që kjo bëu përmes ty në bëu Andaluzia, apo kupton? Do të më fol për shpirtënorën shumë. Të na spoplitet atë më kon shumë me pas esenciale, shpirtënorën. Edhe kur janë qëto, edhe tu e pas atë përkushtimin për me i ndihmu tjetrit, pa lyp kompenzima. Kur të kemë na qëto, atëhere kime shkuti edhe në kodrat më të larta, vendeve kime shpërnda që të mesazhe me vepra tua. Qëto se është esenciale me ditën e diçka para se jemi të shku përfundim. Po, jemi në minutat e fundit. Do të me ditë diçka. Unë kom përmend gjithë, edhe në misionet kalume edhe tash. Islami në Spanjë ishte 800 vjetë. Po. Tonë këtë mrekulli përjetoj, po shtëk. Islami të na është 600 vite. Nëse ne s'marim sim, se dhe që shka ndodhë në Andaluzia dhe të ne ka pas djetar, ju në zemre shqiptar, është të arrojmë ka. Në pjesën teorike? Po, ka pas edhe personat të tillë, filozof të njoftën që kanë jetu në Ballkan. Që si përmendëm ajo është diçka tjetër, po që i përmendën Fare Efendin për shembull. Tashti nuk është niveli Ibn Arabit, po është për nivelin tonë është një personazh shumë i njoftën. Edhe guximtar, po edhe një asimiri i fushës vet. Për shembull, kemi Vezi Buharan që ka njoft persishtën shumë mirë. Apo kupton? Nëse na nuk ja dhojmë çat hakun, edhe nuk i punojmë punat të vërteta tona, po merrem me jo seriozitet, kush na garanton se Islami s'ka gota për neve? Që për më kanë, mi thonë vetës musliman, është një krenari shumë e madhe. Edhe njerëz do të me përjetu këto shumë. Zoti nuk ja, para se me dash të Zotin, Zotit ka dash ty para se me dash të ata. Ka boti musliman, pas ka dash Zotit parën. Nëse se përjeton që shto ti, dje që një ko, kjo dhe hekët, edhe për që ata nëse na fillojmë islamofobi, me ekstremizëm, me ignorancë, të mos e dash të bukurën të mirën, të mos u ma gjepës pas tyne,
largohet krejt, apo kupton, edhe merrem tani me çështë koti, me kanune, apo kupton. Që kjo është mesazhi, edhe na duhet të punu me rinin, pikë pari. Mas pari me veten, apo kupton, se e para, dyta rinia, se rinia është edhe e tashmja dhe ardhmja. Nuk e apo kupton, nuk e ardhmja, po edhe tashmja dhe ardhmja. Edhe mi u mësu sidomos artet e bukura mendojnë, edhe shkencat sociale. Se këto aspektet praktike, dijeve, tash të gjithë janë bo robotika, programimi, mjekësia, ka sa dush. Po a kem na një sociolog shumë mirë, a kem na një psikolog shumë mirë, sepse ne do të mishëru shpirtat. Shërimi i mjekut aspekti fizik është shumë ai lehtë, se po a jetë qaj që bëhet që ka thonë Saadi Shiriazi, e përfundoj me këta. Saadi Shiriazi ka thonë kurora dhe fronti janë të përkëshme. Aje bati frën edhe kuror zemër dikujt. Aje ke shnu shpirtin dikujt. E në Andaluzi ishin shëruar shpirtrat para se të çlirohen ato tokat. Edhe na kemi edhe këtë thonin, ti bashkojmë kokat, tani bashkojmë tokat. Që ke lidhet. Që ke është mesazhi i fundit, faleminderit shumë për tesën, unë kam kënaqësi shumë të madhe kur foli për Andaluzin, edhe ka njerë edhe emocionona, ka funde nashta asi se është një temë që u harru komplet. Edhe gjithmonë kur bisedot për Andaluzin, bisedot është zbulu gitarja, po thelbi nuk po thëmë që janë e bizotërej, se ka është bërë për shumë një liber i mirë për Andaluzin, ka bërë Bashkia Islame, është përkthy pej një punëtorit Bashkia Islame, kanë shumë mirë, edhe ju kësha rekomandu kushdo që interesot për këtë fush me pas, me blezit se si. Ka dhe libra tjerë që në të shkrujt, është një djeli i arabe shkëlqen një partë titulli Single Hunter e ka emrin për ndokët, ka njës interesimi më shkrujt për këtë tema, po mesej që do të me vazhdu. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit Kaldim. Faleminderit që nda gjitha këto menin, ndoshta ku shumë të nevojshme dhe uroj që të kemi reflektuar sa do pak tek shikuesit, të kemi arritur atë thelbin që thatë. Urojmë të kemi edhe tjera herë në mesin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dashur miq, është ky emisioni i sotëm, uroj të keni kaluar çaste të këndshme të dobishme. Ne me kaq po e përmbyllim e deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje. Natën e mirë, selam aleikum.